Është policia e Gjirokastrës kësaj radhe që është rikthyer operacioneve për bllokimin e lëndëve narkotike. Një kamion me disa dhjetra kilograma shash u bllokua në segmentin rrugor Gjirokastër-Tepelen. Krahas trafikut me Greqinë së fundi, operacionet kanë dëshmuar se trafikantët po synojnë transportimin e lëndëve narkotike drejt Vlorës e më pas drejt Italisë. Korrespondenti Raimond Kola sjell hollësi. Një kamion i parkuar sot pranë drejtorisë së policisë së Gjirokastrës shërbente për të transportuar materiale inerte nga Gjirokastra drejt Vlorës, por në orët e vona të natës ai u bllokua gjatë një operacioni policor me 10 kilogram lëndë narkotike që po transportoheshin nga Lazarati drejt qytetit bregdetar. Lënda narkotike ishte fshehur poshtë bllokjeve të betonit të ngarkuara në automjet, tha për Zërin e Amerikës zëdhënësi i drejtorisë së policisë së Gjirokastrës Gentian Mullai. Si rezultat i këtij operacioni është bërë mund bllokimi një kamioni i cili ishte ngarkuar me bllokje betoni, ku poshtë bllokjeve të betonit kishte pako që varion nga 2 deri në 4 kg secila, rreth 80 kg marijuanë që nga hetimet paraprake rezultoi se poseduesi lëndë narkotike kishte bërë lëndë narkotike në Lazarat dhe do ta transportonte në drejtim Vlorës me destinacion Italinë. Ky operacion vjen në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme që sektori kundër narkotikëve gjatë 2 muajve të parë të këtij viti ka realizuar në gjithë qapun Gjirokastrës, ku vetëm gjatë këtyre 2 muajve janë sekuestruar rreth 700 kg marijuanë dhe janë arrestuar 7 persona. Operacionet policore janë rikthyer ndaj narkotikëve, ku gjatë këtij viti shifrat tregojnë për masat kultivimit dhe të trafikut të hashashit. Trafikantët po përdorin tani jo vetëm kufirin toksor për të transportuar lëndë narkotike, por edhe Vlorën për ta dërguar më pas lëndë narkotike përmes hapësirës detare drejt Italisë fqinje. Trafiku i narkotikëve është forma më e përhapur kriminale për zonat kufitare me vendet fqinje. Greqia vazhdon të jetë shënjesta e trafikantëve dhe grupet përbashkëta po veprojnë në të dy vendet për organizimin e këtij trafiku. Dje policia greke njoftoi se në afërsi të kufirit shqiptar ndaloi një zyrtar të prokurorisë së Athinës të përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Policia greke tha se rreth 150 kg lëndë narkotike ishin gjetur në makinën e zyrtarit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.